Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim ditën e sotme për një mori ngjarjesh, por do të fokusohemi fillimisht tek një ngjarje që është zhvilluar shumë vite më parë, rreth 27 vite më parë, dhe referohemi luftës në Kosovë. Me ne është bashkuar ish kreu i policisë ushtarake në kufirin me Kosovën, në Kukës aso kohë, zoti Piro Lutaj. Zoti Lutaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Aktiviteti juaj është shumë më i gjerë, ne do të flasim gjatë intervistës edhe më tej tyre, por fillimisht do fokusohemi këtu. Faleminderit shumë që pranovat ftesën. Faleminderit ju. Siç e thash, ju keni qenë drejtuesi i policisë ushtarake në Kosovë. Si po mundohem ta plotësoj prezantimin që ju bët. Unë kam qenë drejtor i policisë ushtarake të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Pra, kam qenë një strukturë brenda forcave të armatosura dhe varësia ime ka qenë nga shtabi i përgjithshëm dhe nga ministri i mbrojtjes si asaj periudhe. Sigurisht, çdo strukturë tjetër e forcave të armatosura, në atë periudhë vëmendjen kryesore e përqendroi në drejtimin verilindor, atje ku disa kohë më parë, se sa të fillonte realisht dhe të ekspozoi konflikti në Kosovë, strukturat e forcave të armatosura kishin filluar dhe po riorganizoheshin për ta rikonceptuar misionin që kishin ata. Kështu që unë kam kryer detyrën e drejtorit policisë ushtarake në forcat armatosura, dhe atje ne kishim një segment policisë ushtarake i cili varej nga drejtori i policisë ushtarake, i merrte detyrat nga unë, dhe unë sigurisht i merra detyrat nga autoritetet superiore, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë dhe ministri i mbrojtjes. Si kujtoni momentin kur e morët detyrën atje? Detyrën nuk e kam marrë posaçërisht ose për shkak të konfliktit në Kosovë. Unë jam emëruar drejtori i policisë ushtarake të forcat armatosura në shtator të vitit 1997. Direkt mas ngjarjeve të 97-s, në shtator unë jam emëruar me propozim të ish ministrit të mbrojtjes zotit Zabit Brokaj dhe me miratim të kryeministrit asaj periudhe zotit Fatos Nano, jam emëruar drejtori i policisë ushtarake dhe isha pjesë e shtabit përgjithshëm, siç u thash. Direkt mbas ngjarjeve të 97-s, strukturat e forcave armatosura në tërësi filluan të riorganizoheshin. Sigurisht, kaluan atë shokun e madh të ngjarjeve të 97-s, ishin të shokuar për çka kishte ndodhur, forcat armatosura ishin gati të demobilizuara, kështu që filluam që të riorganizoheshin forcat armatosura. Dhe këto sigurisht bëheshin në drejtimin e autoriteteve superiore, qeverisë, ministrit, shtabit përgjithshëm. Njëra nga këto struktura ishte policia ushtarake, të cilën unë e drejtoja. Direkt mas këtyre ngjarjeve, siç u thash, në forcat armatosura, si në çdo organizëm tjetër të shtetit shqiptar, erdhën po themi asistenca nga faktorë të ndryshëm ndërkombëtar. Faktor i rëndësishëm në policinë ushtarake, të cilën nuk kam drejtuar, për të na asistuar në mënyrën si do organizonim dhe do funksiononim, ishte delegacioni italian i ekspertëve të cilët erdhën nga qeveria italiane, ishin pjesë e karabinerisë italiane dhe u vendosën brenda strukturave tona me të cilat ne konsultoheshim, përpilonim struktura, bënim trajnime reciproke, kështu që në këtë kuadër, fillimi i vitit 98, siç u thash, drejtimi kryesor, edhe pse nuk ishte shpallur se çfarë po ndodhte, por në përçarqet diplomatike, në përçarqet superiore të shtetit shqiptar, po njihej situata se në drejtimin verilindor situata po precipitonte, siç u thash, vëmendja kryesore u përqendrua andej. Mbaj mend që në strukturën tonë të policisë ushtarake ne kemi krijuar një post policie ushtarake të posaçme në qytetin e Bajramcurit, pra në rajonin e Tropojës, dhe kemi shtuar disa efektiva në rajonin e policisë së Kukësit. Policia ushtarake ishte organizuar në bazë të divizioneve, po e quajmë. Divizioni i Kukësit e kishte strukturën, siç u thash, kishte rajonin e policisë në Kukës. Po për shkak të precipitimit të situatës ne ndërtuam me miratim të ministrit sigurisht një strukturë policore të policisë ushtarake edhe në rajonin e Bajramcurit. Kështu që ndërkohë po futeshim në misionin e plot të policisë ushtarake brenda strukturës forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë. Pra duhet jemi të qartë që
struktura e policisë ushtarake ka qenë dhe ka vepruar brenda strukturës së forcave të armatosura. Për arsye sepse edhe misioni i saj ishte të paktën në atë kohë që të siguronte rendin, disiplinën dhe zbatimin e ligjit brenda strukturave të forcave të armatosura. Dhe ne jemi munduar që të qëndrojmë shumë korrekt dhe strikt kësaj gjëje. Jo thjesht për dëshirën tonë, por edhe për kujdesin që tregoi atëre qoftë nga qeveria shqiptare, qoftë nga autoritetet tona eprore, ministri i mbrojtjes, shtabi i përgjithshëm, komandantët e forcave tona. Pra ne duhet ishim të kujdesshëm lidhur me misionin tonë, të mos kapërcjeni misionin për arsye se pastaj mund të krijoheshin edhe situata që do ishin të pakëndshme dhe nuk do të interesonin as zhvillimeve të mëvonshme pastaj. Çfarë gjendje gjetët në kufi, zoti lutaj? Siç u thash, 98-a nuk ishte shumë larg ngjarjeve të 97-s. Repartet ushtarake në të rësi, si në të gjithë territorin, edhe atje kishin pësuar ato traumat e veta. Po thosh ishin shpartalluar, armatimi kishte marrë rrugët, kështu që na u desh viti 98, siç ja u theksova, të fokusoheshim fuqishëm në atë rajon për ta riorganizuar gjën. Dhe merit për këtë sigurisht kanë autoritetet kryesore të Ministrisë së Mbrojtjes, të shtabit përgjithshëm, drejtues të ushtarak të rajonit Kukësit dhe Tropojës, të cilët i vënë të gjitha forcat me mbështetjen e qeverisë dhe nga mesi i 99-s, kur gjërat po agravonin, formacionet tona ushtarake ishin brenda misionit tyre dhe ishin në pritje të zhvillimeve të mëvonshme. Qartë. Sa i përgatitur ishte shteti shqiptar për një ngjarje aq të jashtëzakonshme për kohën? Unë nuk kam qenë një person, po themi, që të isha në autoritetet e larta të shtetit ose të qeverisë për ta ndjerë këtë gjë. Por si një, po themi, aktor periferik i asaj situate, unë them që shteti shqiptar vuri të gjitha forcat që kishte në dispozicion të asaj situate. Domethënë, gjithë kapacitetet, qoftë njerëzore, qoftë teknike, qoftë po themi logjistike, i vuri në drejtim të verilindjes, pa të cënuar misionin e çdo ushtaraku dhe çdo strukture të forcave armatosura brenda misionit të vet. Pra jemi para se të shpërthente konflikti, po flasim për periudhën para se të shpërthente konflikti. Cili ishte konkretisht misioni i policisë kufitare? Policisë kufitare, por edhe institucionit tuaj. Ajo kishte misionin e vet për ruajtje të kufirit, kishte postat e kufirit, kishte formacionet kufitare, ndërkohë që strukturat e forcave të armatosura kishin batalionet mitraliere quheshin, të cilët kishin mision për të ruajtur vijin e kufirit në brendësi të territorit tonë. Pra, çdo shkelje kufiri nga autoritetet serbe do të kishte dhe ju siguroj se ka pasur një kundërveprim dinjitoz të forcave tona të armatosura. Mund të jenë rastet që numërohen me gishtat e njërës dorë që të jetë cënuar kufiri, pavarësisht nga tendencat e hermbaseshme të formacioneve serbe për të goditur formacionet tona, për të goditur vendet tona të stërvitjes. Mund t'ju them një rast që ne kemi qenë në një stërvitje në brezin kufitar shumë afër kufirit, ku kanë qenë autoritetet kryesore të shtetit, ka qenë presidenti i Republikës, kryetari i kuvendit, ministri i mbrojtjes, ministri i brendshëm, dhe predha e formacioneve ushtarake serbe ka rënë, po themi, gati 200 metrë larg vendit ku bëhej mësimi tregues. Ishte qëllimshme apo aksidentale? Sigurisht ajo ishte ko lufte dhe ne s'mund të themi tani që ajo ishte e rastësishme. Por tendencat e serbëve për ta cënuar kufirin, për t'i goditur formacionet tona ka qenë prezente. A mund provokonte kjo një luftë armatosur ndoshta për të krijuar edhe një bosh të ri, Shqipëri-Kosovë kundër Serbisë? Unë ju thash që qëndrimi që kanë mbajtur forcat armatosura dhe autoritetet e shtetit shqiptar në atë periudhë kanë qenë shumë tolerante dhe shumë të kujdesshme për të mos cënuar misionin
e forcat armatosura dhe qëllimin e madh i cili do të arrijej më vonë. Pra, çdo ushtarak kishte brenda vetes vet, përveç porosive që jepeshin nga autoritetet superiore, kujdesin që të mos bëhesh shkaktar për të prishur një imazh të tillë. Ishte kjo arsyeja që gjithë autoritetet e botës i kthyen syt nga Kosova dhe më vonë ndodhi ajo që ndodhi, që aleatët më të fuqishëm të botës u ndodhën krah dhe ne e kemi sot Kosovën të lirë. Zotë Luta, kjo pyetje më lindi tashmë natyrshëm. A kishte pjesëtar të forcave tona të armatosura që braktisën forcat tona për të bashkuar luftës së ushtrisë shërbimtare të Kosovës? Unë di që ka pasur shumë ish ushtarak të forcave armatosura, jo në kushte aktive, jo në kushte aktive, pra duke qenë aktiv në forcat e armatosura të braktisnin misionin e forcave tona të armatosura dhe të ju bashkoheshin segmenteve të UÇK-s, por ka pasur plot ushtarak, ish ushtarak të forcave armatosura të cilët janë arrestuar në formacionet e UÇK-s. Kemi madje dëshmor, kemi heronj, kemi pasur djem të rrallë të cilët nuk e bën fare llogari jetën, po morën pjesë në 2 e në 3 luftra, siç është rasti i heroit Tahir Sinani, i cili dha jetën mbasi mbaroi lufta në Kosovë, u hodh në Maqedoni dhe atje ka humbur jetën dhe është sot hero. Me cilat institucione bashkëpunonin ngushtësisht aso kohë? Në atë kohë, policia e shtetit, policia kufitare, pushteti vendor, autoritetet e deleguara nga institucionet e gjithë shtetit shqiptar, sepse atje u krijua gati një qeveri, po themi. U krijua një qeveri ku çdo ditë diskutohej çfarë kishte ndodhur dhe çfarë do bëhej. Dhe po themi që kemi filluar situatën e shpërnguljes qytetarëve të popullsisë së Kosovës, cilët erdhën, ishin të papregatitur, u vendosën në përsheshet e qyteteve. Ditët e para në qytetin e Kukësit kanë qenë të tmerrshme. Gjithë ajo hapësirë, nuk e di nëse keni pas rast ta shikoni atë hapësirën e qytetit Kukësit, i cili nuk kishte ku të hidhej një kokër molle, si i thon, sepse njerëzit ishin atje me gra, me fëmijë, gëdhieshin nëpër bordura, nëpër sokake. Kështu që ato që janë momentet e para të vështira, sa u bë organizimi i tërheqjes tyre dhe vendosja pasaj nëpër kampingje, që i kemi quajtur nëpër kampingje në territorin e Shqipërisë, gjithandej në Elbasan, Fier, në Lushnjë, kudo ku pati organizime të tilla. A kishin momente kur siguria rrezikohej seriozisht? Mbasi konflikti u deklarua, sigurisht në çdo moment strukturat ushtarake, forcat armatosura, strukturat tjera të sigurisë ishin të përgatitur për të përballuar çdo situatë. Unë mendoj që fal kujdesit dhe atij mentaliteti që u thash që ushtarakët e forcave të armatosura ose qoftë edhe po themi kuadrët e tjerë të institucioneve të shtetit shqiptar kishin parasysh që të kontribonin sa më shumë të ishte e mundur në interes të zgjidhjes konfliktit të Kosovës dhe jo të krijonin konflikt më tepër. Kështu që unë mendoj që gjithë kapacitetet njerëzore, logjistike që vajten në dispozicion të atij konflikti, unë mendoj që kanë bërë gjën më të mirë të mundshme. Zotë Luta, ju e preket paksa, por si u menaxhua fluksi i madh i refugjatëve që vinin ato ditë drejt Shqipërisë nga Kosova? U thash që ajo ka qenë ndoshta momenti më i vështirë, po themi, përveç ngjarjeve pasaj sporadike të sulmeve në kufi, të vrasjes ushtarakëve tanë, se na janë vrarë dhe ushtarak në kufi, ose të vrasjes qytetarëve shqiptarë të cilët iknin nga Shqipëria për të bashkuar formacioneve ushtarake të UÇK-s, ato kanë qenë situatat më të vështira, sidomos për administratën shtetërore e cila kishte vajtur në Kukës për të marrë me këtë problem. U angazhuan gjithë kapacitetet e mundshme, si thash, mjete, teknik, kolona të ndryshme. Aty mendoj që edhe struktura që unë drejtoja ka pasur një rol goxha të rëndësishëm, sepse çdo kolon që lëvizte ishte siguruar dhe shoqëruar nga pjesë të strukturës së policisë ushtarake.
Janë vrarë dhe ushtarë shqiptar në kufi? Janë vrarë, gjatë konflikteve janë vrarë ushtarak në kufi. Janë vrarë në Kukës ushtarak, në kufi, janë plagosur, janë gjymtuar për shkak të predhave, të minave që ishin vendosur në kufi. Por sigurisht që janë shumë pak në raport me gjithë atë morin njerëzish që janë vrarë nga forcat serbe në territorin e Kosovës. A keni pasur kontakte me liderët e UÇK-s asaj kohe, me eksponentë të tyre? Po, unë kam pas rastin të takoj ministrin e mbrojtjes së atyre, Azem Sylla quhet. Të cilin e kam takuar në zyrë dhe sigurisht e kam takuar me porosi dhe me autorizim të ministrit mbrojtjes asaj periudhe. Unë kam pasur ministër mbrojtje në atë periudhe, vlen ta theksoj, kam pasur profesor Luan Hajdaragan, një personalitet me bon sens shumë të madh, një psikolog i cili gjatë kohës konfliktit në Kosovë tregoi edhe një herë botën edhe të madhe, ishte gjithanshme. Dhe me një autorizim të tij unë kam pasur mundësi të takoj drejtuesin kryesor të UÇK-s, që ishte dhe quhet Azem Sylla. Çfarë ju ka mbetur fort në mendje nga kontaktet që keni pasur me civilet asaj kohe? Flisni për eksotin. Për të shpërngulurit. Kanë qenë ngjarje tragjike, kanë qenë ngjarje kur ndahesh burri nga gruaja, kur ndahesh nëna nga fëmia. Kemi pasur raste për shkakun se një pjesë njerëzish u transportuan me helikopter, dhe po themi mbushej helikopteri merrte po themi gruan dhe ngelte burri jashtë. Do t'i duhej burrit të pyeste, të interesoj ku ishte vendosur gruaja që të shkonte. Ka qenë një situatë e jashtëzakonshme. Domethënë është një situatë që nuk përshkruhet me fjalë. Domethënë duhet ta jetoje edhe ta shikoje me sy për ta kuptuar se çfarë po ndodhte. Zotë Luta, ju e thot problemit që kishit në kufi, por a ka pasur një moment që rrezikohej me të vërtet që të kalonte në një përplasje ushtarake mes forcave tona dhe atyre serbe? Forcat serbe kryesisht luftën e bën me popullsinë civile. Dhe jo rastësisht në rreth 13.000 ca të vrarë, 10.000 janë civil, janë fëmijë, gra, burra pleq mbi 65 vjeç. Pra, qëllimi i serbëve ishte ai vend të shpopullohej. Pra, diversioni dhe shantazhet që bëjnë ata bënin kryesisht ndaj popullsisë civile. Dhe kur vinin pasaj për të përplasur në kufi, sigurisht që në kufi ata e dinin sepse ishin krijuar formacionet tona të qëndrueshme dhe rezistente, dhe ata nuk e kishin të lehtë për të ndërmarrë, po themi, sulme ndaj forcave tona. Ishte krijuar ideja pra që ata të shkonin deri në kufirin e tyre dhe represionin ata e ushtronin tek popullsia civile. Si menaxhonit stresin, frikën, ankthin aso kohë? Nuk kam njohur asnjë shok, koleg, bashkëpunëtor e pror apo vartës që të flitej për këtë gjë. Dhe këtë e them shumë sinqerisht. Domethënë, nga qendra e Tiranës kur niseshim deri në pikën më ekstreme të vendit, atje ku binte predha e serbit, unë nuk njofa një ushtarak shqiptar i cili të tregonte frikë. Kjo është subjektive, ky është perceptimi im në njerëzit me të cilët unë kisha të bëja dhe komunikoja. Dhe ju them me bindje, asnjëherë nuk e kemi pasur këtë ndjenjë. Dhe duket sikur ju emocionon kjo gjë kur e thua. Unë e them me bindje dhe sigurisht që është emocionuese. Tani ndërsa atëre nuk ishte fare brenda nesh. Udhtonim natën, udhtonim ditën, udhtonim duke pasur informacione se diçka do të ndodhte, përsëri esnim përpara. Qëllimi ynë ishte misioni jon. Ne t'i dilnim zot territorit ton dhe t'i dilnim zot qytetarëve të Kosovës, të cilët ishin përzënë nga territori i tyre dhe do po kërkonin të gjenin ndërmarrje në shtetin tonë.
A pati momente kur vendime duhet merreshin me sekonda? Unë ja u thash dhe në fillim që unë nuk kam qenë autoritet vendimarrës klasik, po them. Unë kam qenë një njeri që vendimet që vinin nga autoritetet shtetërore, qeveria, ministri, shtabi i përgjithshëm, i përçoja tek efektivi që drejtoja. Pra kështu funksionojnë strukturat ushtarake. Pra vendimet merreshin kolegjialisht, merreshin bazë të informacioneve që kishim dhe nuk po them se kemi pasur në një ndryshim situate për tu alarmuar. Sigurisht situatat e luftës nuk ishin të gjitha, po themi, shkonin vaj, po përsëri ja kemi dalë, kemi kapërcyer ato. Kemi pasur probleme, pengesa të njerëzve të veçantë, qytetarëve të veçantë që dilnin para kolonave, dilnin para ushtarakëve. Por gjithsesi ja kemi dalë dhe s'kemi krijuar incidente as brenda territorit dhe as jashtë territorit. Në Borel ka qenë një qendër që zhvillohej edhe stërvitja e atyre personave, le të themi, që do shkonin më pas drejt luftës në Kosovë. Si menaxhohej kjo? Ka pasur raste që ju keni bërë të mundur kalimin e tyre të sigurt nga kufieri shqiptar drejt Kosovës? Është e vërtet që u krijuan disa qendra stërvitore në territorin shqiptar. Pra, qytetar kosovar, cilët kishin qenë jashtë shtetit, kalonin nëpërmjet territorit të Shqipërisë dhe donin të ishin pjesë e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Këto organizime i bënin vetë formacionet e ushtarakëve drejtuesve të UÇK-s. Ajo që bëri shteti shqiptar ishte krijimi i ambienteve, ishre parte ushtarake dhe asistencë nëpërmjet specialistëve tanë të armatimit të ushtarët e UÇK-s, cilët vinin nga jeta civile, që donin të angazhoheshin në luftë, të mos ndodheshin përballë fataliteteve, vetë plagosjeve, vetë vrasjeve, sepse çdo njeri duhet të mësoj, paktën duhet të mësonte se ç'ishte arma, si duhej përdorur. Sa hynin pasaj në formacionet e tyre dhe aktivitetin e zhvillonin andej. Është e vërtetë që ka pasur. A kishte koordinim me forcat e NATO-s asë kohë kur ato mos hynë në Kosovë? Ja, forcat e NATO-s kanë ndërhyrë në bazë të vendimeve që janë marrë në nivelet më të larta të formacionit më të rëndësishëm të sigurisë në botë dhe forcat e NATO-s kanë ndërhyrë në Shqipëri në datën 24 mars. Në mos e gaboj, kam idenë 24 mars do të jetë dhe zgjatën deri në 10 qershor. Para se të fillonin bombardimet në Kosovë, erdhën formacionet që përgatitën situatën, një pjesë e tyre u vendos në Rinas dhe filluan autoritetet kryesore të NATO, siç është generali Clark dhe autoritetet e tjerë. Pasi po përgatitej goditja, e cila u realizua mbas shumë provave që ju dhanë se serbët në Kosovë po bënin një genocid të papar. Pra, është një shprehje e Bill Clintonit e prillit 99, i cili thotë se autoritetet serbe mblidhnin qytetar fshatar në territorin e Kosovës dhe i dignin të gjallë dhe i varrosnin në përvarre masive. Është e thënë shprehje nga Bill Clinton. Dhe deponimet që bën generali Clark gjatë gjykimit që u bëhet autoriteteve drejtuese të UÇK-s është shumë i qartë. Ai thotë që Serbia ushtroi genocid në Kosovë, NATO ndërhyri në Kosovë për shkak të këtij genocidi dhe ishte e domosdoshme, pra u gjykua e domosdoshme që NATO duhet të hynte në Kosovë dhe të bombardonte për të shmangur këtë genocid. Pra, ushtria shërbimtare e Kosovës u krijua për të shmangur genocidin që bëhej nga Serbi, nuk u krijua për të ushtruar genocid ndaj serbëve. Dhe tani jemi në një situatë, siç e di, që është një situatë komplete pa precedent. Drejtues kryesor të UÇK-s janë duke u gjykuar në Hag, kanë 6 vjet dhe edhe për shkak të origjinës ushtarake i kam ndjekur me shumë vëmendje
akuzat e tyre. Akuzat e tyre janë akuza që s'kan asnjë lidhje me atë çka po ndodh. Ata njerëz ishin në krye të formacioneve, biles ata nuk kanë qenë fare drejtues formacionesh ushtarake. Ata kanë qenë drejtues politik, të cilët e kanë luajtur rolin e tyre më së miri. Ishte argumenti që dhanë ata, ishte forca bindse atyre që u bën gjithë aleatët dhe thash në Shqipëri, në Kosovë, ndërhyrën forcat e NATO-s. Është rast jo i zakonshëm. Pra, fal argumentit që dhanë këta, për kushtimit që kishin këta dhe informacioneve që kishin marrë nga komandantët e zonave. Se tani është shumë e çuditshme. Komandantët e zonave vajtën në Hag, u gjykuan, u dënuan, dolën të pafajshëm dhe janë në jetën e tyre ata të cilët drejtonin trupat, ndërkohë që sot kemi 4 drejtues politik të UÇK-s, të cilët janë dënuar secili 45 vjet. Burg. Po mirë. Është shkërkuar pak. Është dakord. Është shkërkuar nga prokuroria që të dënohen secili prej tyre 45 vjet. A thu se kanë qenë të 4 në një qendër zjarri, kanë marrë Kalashnikovin dhe kanë vrarë popullsi civile. Është pa imagjinueshëm. Megjithatë, unë shpresoj që kjo do të marrë fund. Njerëzit që kontribuan dhe shliruan Kosovën duhet marrin meritat e tyre. Nuk është thjesht dënimi i 4 individëve. Kush mendon se gjithë kjo po bëhet për të dënuar 4 individë ka gabim. Kjo është tamam politika serbe. Në fakt, nëse po dënohen këta, do dënohet UÇK-ja, do dënohet lufta për shlirimin e Kosovës e pastaj të shohim se ku shkon goditja tjetër. Prandaj mendoj që autoritetet kosovare ose edhe shqiptare duhet të kenë një reagim shumë të ashpër. Unë kam ndjekur edhe këto deklaratat që kanë miratuar Parlamenti i Kosovës, Parlamenti i Shqipërisë. Mendoj që kjo luftë dhe ky qëndrim i qeverisë shqiptare dhe qeverisë Kosovës në mbështetje të UÇK-s dhe të përfaqësuesve të saj duhet të jetë më ekzigjente dhe duhet që të mos ndërpritet asnjëherë. Qartë, por ju e thatë janë krimet pretenduara këto për cilat akuzohen ish krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës në Hag, ndërkohë kemi një shtet tjetër siç është Serbia që zhvilloi gjenocid dhe është e faktuar. A mendoni që gjyqi që u bën ndaj eksponentëve të forcave të Serbisë asaj kohe ishin masat e duhura? Pra u dënua Serbia aq sa duhej për krimet që kreu? Jo vetëm që nuk u dënua Serbia, po është shumë interesante që në deponimet kundër drejtuesve të UÇK-s, shumica janë shqiptar, nuk janë serb. Pra serbi kanë ndikuar dhe ka luftuar aq shumë dhe vazhdon të luftojë që dhe akuzat që u drejtohen drejtuesve tanë të UÇK-s t'i bëjnë përmjet qytetarëve shqiptar. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Ka qëndruar në hije me protagonistët e vet dhe ka angazhuar shqiptar. Dhe prandaj hera herës ka ndodhur edhe në një përplasje qytetarëve që është bërë pavarësisht drejtuesve. Nuk mund të pretendohet tani që një konflikt midis 2 qytetarëve në një rajon të Kosovës të jetë kontribut i drejtuesve politik të UÇK-s. 4 personazheve më të spikatur të asaj periudhe, të cilët kanë qenë në tavolinat më të rëndësishme të botës për të arritur qëllimin që u arrit. Edhe sot, pas 6 vjetësh, ndodhen përballë akuzave bajate dhe të pa imagjinueshme, që asnjë jurist që ka filluar vitin e parë të jurisprudencës nuk i përtyp dot si akuza. Ka një pretendim për një të ashtu quajtur shtëpia e verdhë që flitet për krime që mund të jenë zhvilluar aty, janë pa baza sipas jush u keni operuar së kohë. Unë e di që ajo një herë edhe ligjërisht ka rënë si akuzë. Nuk ka ekzistuar kur dhe nuk e di nëse një njeri me një kulturë minimale të pranoj se transplanti organeve mund të bëhet në një shtëpi, në një fshat të Burreli. Edhe kjo ishte një marrëzie e raportit të Dikmartit, por kjo ka rënë njërë si akuzë. Përveç se s'ka ekzistuar kur,
ata që donin ta mbronin këtë, ata u treguan vetë se diçka që kur u krijua gjykata Hagës ishte krijuar mbi disa të pavarteta absolute dhe të papranueshme. Dhe kjo ishte njëra prej tyre. Një shtëpi e verdhë ku bëheshin transplante, organesh në një fshat të Burrelit, që është një 2 orë larg qytetit Burrelit. E po flasim për vitin 1999, kur nëpër qytetet tona nuk lëvizje dot, se s'kishte as makina për të shkuar. Kështu që ajo nuk ka ekzistuar, por me sa di unë edhe këto organet që hetuan e kanë rrëzuar si version. Qartë, sa vështirë ka qenë zoti Lutaj së kohë për të ruajtur një balancë mes ligshmërisë dhe humanizmit që padyshim ju besoj kishit me të pritë. Pjesa jon, po them, nga kufiri e këtej, më shumë ju përkushtuam aksionit humanitar, të trajtimit të qytetarëve të shpërngulur nga Kosova. Ajo ishte një tragjedi që ata po e përjetonin, siç u thash, fëmijë, gra, pleq, me shumë halle, me shumë, erdhën me rrobat e trupit dhe gjithçka ishte në funksion të tyre, por pa jo shmangur dhe misionit kryesor që të ishim pjesë e misionit për të mbështetur forcat e armatosura kur ato do të ndodheshin përballë situatave siç janë ndodhur, qoftë në kufi, qoftë edhe në thellësi gjatë shoqërimit të kolonave, ose për grumbullimin e informacioneve të ndryshme, se këto organizma ndërkombëtare kur erdhën këtu me formacionet e tyre ushtarake, kishin nevojë për 2 gjëra. Ata kishin nevojë për informacion ç'a ndodh rreth tyre dhe për siguri fizike, për arsye sepse Shqipëria dilte mbas 97-s, 98-s, keni parasysh dhe shumë element të sigurisë ishin të dyshim për formacionet e ushtrive të tjera që vinin në Shqipëri. Prandaj ata kërkonin siguri dhe kjo mendoj që është realizuar në masë të konsiderueshme, plus që informacioni nuk mungonte nga burimet ndryshme, qoftë shërbimi i shtetit shqiptar, qoftë shërbimi sekret i ushtrisë, qoftë strukturat e hetimit të krimit në policinë e shtetit, qoftë strukturat e hetimit të krimeve në strukturat e forcat armatosura, kështu që gjitha këto që në funksion të formacioneve ushtarake të aleatëve. Qartë, mendoni që Shqipëria bëri gjithçka mundej në ato vite? Mendoj, duke pas parasysh thash se le dilim nga situatat tona të brendshme që ishin edhe ato të paprecedenta, mendoj që vuri gjithë mundësitë dhe kapacitetet e veta për t'ju përgjigjur asaj situate. Ajo që më duhet të them, edhe gjithnjë ky është konstatimi im, është që shteti shqiptar nuk i ka evidentuar kontributet reale të shtetit shqiptar, të vetvetes. Nuk e di këtë përse është bërë, nuk e di nëse do të bëhet ndonjëherë, por nuk mund të konceptohet çlirimi i Kosovës pa kontributin e Shqipërisë. E vërtet. Por nëse do e përshkruanit ato kohë me një fjalë, cila do të ishte e përshtatshme? Shiko, ajo kohë, po të mos ishim në situatën që jetojmë sot, do thosha që ajo ndodh vetëm një herë dhe ne kemi pasur fatin që kemi qenë pjesë asaj kohe. Vjet re që njerëzit të shkruajnë për vete, secili bën një libër për vete. Unë nuk i përkas këtij grupimi. Unë do të doja që shteti shqiptar të evidentonte kontributet e gjithë secilit dhe sot më duhet të them që duhet të ruajtur me çdo kusht kontributi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duhet ruajtur me çdo kusht kontributi i drejtuesve, qoftë politik, qoftë ushtarak, të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe një thirrje që nuk do të ta heq kurrë nga goja, liri për çlirimtarët. Zoti Lutaj, për të ndalur tek aktiviteti juaj, unë e thash që ka qenë i larmishëm, keni qenë siç po flisnim drejtues i policisë i policisë ushtarake në Kukës edhe përtej, po ashtu keni kontribuar si drejtor burgjesh, më pas deputet në Ministrinë e Drejtësisë, po ashtu në periudha të ndryshme në Ministrinë e Drejtësisë. Si përshkruani këto vite?
Unë thash kam 23 vjet kam qenë pjesë e forcave të armatosura, duke futur edhe shkollat sigurisht. Pra jam angazhuar si Skënderbegas në vitin 1974 dhe jam ndarë nga forcat e armatosura në vitin 2001. Në vitin 2001 me urdhër të ministrit drejtësisë jam emëruar drejtori i policisë së Burgjeve. Kam punuar 4 vjet atje. Në vitin 2005 jam bërë deputet i Kuvendit të Shqipërisë për 3 mandate në qarkun e Fierit, në zonën time të Mallakastrës, dhe mbas 3 mandateve deputet jam kthyer në Ministrinë e Drejtësisë drejtor i shërbimit përmbarimor të shtetit, deri në momentin që mbusha moshën për pension dhe aktualisht jam në pension. Me që jam këtu, ja u kam thënë gjithë njerëzve me të cilët kam punuar, kam qenë shumë i privilegjuar, që kam punuar në gjithë këto sektor, me njerëz të mrekullueshëm, dikush jeton, dikush nuk jeton, jam shumë i njohës gjithë atyre. Ja u kam shprehur ku kam pasur mundësi, por me që jemi këtu, ju shpreh atyre edhe një herë mirënjohje. Ju shpreh mirënjohje gjithashtu edhe e prorëve të mi, të cilët më kanë vlerësuar, më kanë respektuar dhe më kanë emëruar në për detyra, sepse ushtarakën si në çdo vend nuk vetë emërohen, nuk vetë zgjidhen. Ata emërohen në bazë të vlerave që kanë, dhe unë jam një nga njerëzit që jam shumë i njohur se prorët mi të cilët më kanë vlerësuar për të tillë. 3 mandate si deputet, ndërkohë edhe antar i Komisionit të Sigurisë, mendoni që aktualisht Shqipëria rrezikohet nga Serbia, ndoshta nga Greqia? Çështja e Serbisë është një çështje komplekse, ne duhet të qëndrojmë kësaj çka po flasim. Serbinë ne kemi treguar që ajo ka ushtruar genocid ndaj shqiptarëve. Shqiptarët nuk kanë ushtruar genocid ndaj Serbisë. Tendencat e serbëve për të pasur influencat e veta në territoret shqiptare janë të konsiderueshme dhe ne nuk mund t'i shmangim. Prandaj edhe strukturat tona, sidomos tani në kuadër të angazhimit, se ne mbas vitit 2009 forcat tona të armatosura janë strukturat të NATO-s, bashkëpunojnë me NATO-n, strukturat janë përsosur, nuk janë s'është më as policia ushtarake e vitit 2001, as strukturat e tjera të shtetit shqiptar, nuk janë më të vitit 2001, vitit 2002. Siç e shikoni tani edhe kapacitetet njerëzore janë më të zgjedhura, këto trajtimet janë shumë dinjitoze. Ushtria shqiptare ka disa vite që është në nivel mbi mesatar të buxhetit që kanë ushtrit aleate që janë pjesë e NATO-s. Kështu që unë mendoj që është vënë theksi goxha tek strukturat e sigurisë. Edhe nuk mendoj që ne kemi rreziqe nga aq më tepër që lufta me Greqinë është një luftë shekullore, e cila më shumë kërkon diplomaci sa kërkon angazhime kështu, po them, strukturore ushtarake. Ata formacione që janë brenda misionit tyre dhe janë të bollshme për t'i përballuar ato. Aq më tepër që tani, siç u thash, misionet e ushtrisë shqiptare nuk janë më vetë, nuk janë më të shkputura. Ato janë në kuadër të organizmit përbashkët të NATO-s, kështu që s'kemi rreziqe të tilla. Më shumë probleme kemi brenda se sa jashtë. Janë përparuar edhe të gjithë strukturat, po ashtu janë pasuruar edhe me ushtarakisht, le të themi, sa i takon ushtrisë shqiptare, por a jemi pa NATO-n? A jemi të gatshëm për përballuar një sulm marrshkastu nga përvoja e Ukrainës? Unë, duke qenë edhe antar i Komisionit të Sigurisë para 8 vjetësh, se u bën goxha vite, edhe që jam shkëputur edhe nga Komisioni i Sigurisë, derisa isha antar i Komisionit të Sigurisë, nuk mund të them se isha pa informacion, se në fundit Komisioni i Sigurisë fokusin të 3 institucionet e sigurisë e ka, Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes dhe Shërbimi Sekret. Por gjithsesi unë mendoj që forcat e armatosura po rriten nga dita në ditë, kapacitetet e tyre teknike po përsosen, kështu që
ky territor me këto kapacitete që ka dhe me këto kontingjente të cilët tani e kanë rritur nivelin dhe po bëhen gati të barabartë me kolegët e tyre të ushtrive të tjera antarë të NATO-s, unë mendoj që është e bosme për ta përballuar. Zotin Tutaj, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë intervistë, faleminderit shumë për rrëfimet e sinqerta që ju treguat për kohën që keni qenë në krye të policisë ushtarake në kufirin me Kosovën, por edhe aktivitetin tuaj. Gjithmonë nëse keni diçka për të thënë, keni diçka që u la pa përmendur, jeni i lutur. Faleminderit. Kanë kaluar shumë vite, shumë episode dhe mund të jenë harruar, por ajo që vlen për të thënë, edhe e them vërtet këtë gjë, ne ajo pjesë ushtarakësh që kemi qenë në funksionin atë periudhë, drejtor siç kam qenë unë, komandant, shefa shtabi, komandant kompanie, qoftë edhe ushtar në front, ne kemi qenë të privilegjuar dhe kemi pasur fatin që jemi ndodhur atje. Jemi ndodhur atje dhe shpresoj që ta kemi bërë mirë detyrën tonë dhe të ndihemi krenar. Pastaj kontributet e shtetit shqiptar ju takojnë historianëve, ju takojnë tjerëve që t'i evidentojnë. Unë duhet ta theksoj edhe një herë. Është shumë e rëndësishme të evidentohet kontributi i shtetit shqiptar. Unë i kam parë autoritetet e ushtrisë krijimtare të Kosovës, të cilët vinin për territorin shqiptar me shqetësimet e tyre, me hallet e tyre dhe kudo e zgjidhin një problem, sepse strukturat e shtetit shqiptar ishin të gjitha në dispozicion për t'ju ardhur ndihmë atyre. Duke mos e cënuar atë që ju thash, që në vend që ta ndihmonim zgjidhjen e konfliktit në Kosovë, ta ndërlikonim më keq. Dhe kjo është fal kontributit të drejtuesve të shtetit të asaj kohe. Të presidentit, kryeministrit, ministrave dhe gjithë organizmave të shtetit që u angazhuan në atë situatë. Faleminderit sërish Zoti Tutaj. Faleminderit juve.